Policia e Shkodrës ka arritur të identifikojë, kap dhe arrestoj 27 vjeçarin që volli një shumë parash në një institucion financiar duke kanosur punojësit me mjet të fortë çekiç 2 ditë më parë. Si rezultati i hetimeve të kryera nga specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Shkodrës në drejtimin e prokurorisë, u identifikua dhe arrestua 27 vjeçari Gjonata Kola, banues në Shkodër. Ky shtetas dyshohet se në datën 24 janar në lagjën Vojokushi ka hyrë në ambientet e një institucioni financiar dhe duke kanosur punojësit me mjet të fortë çekiç ka arritur të vjellë 143.500 lekë. Më pas ky shtetas është larguar nga vendi i ngjarjes me shpejtësi. Policia dhe prokuroria kanë sekuestruar kamerat e sigurisë të subjektit në fjalë dhe të disa bizneseve përreth, duke arritur të bëjnë të mundur identifikimin e të riut dhe më pas kanë arritur të gjejnë vendolljen e tij duke vënë në pranga. Materialet procedurale kanë kaluar prokurorisë së Shkodrës për veprën penale të vjedhjes me dhunë.